pyetja kryesore që bëjnë njerëzit është se pse zoti Kurti kur mund ta zgjidhte nuk do ta zgjedhë. Nuk dua të bëj Kasandrën këtu, por mendoj se zoti Kurti nëpërmjet krizave po përpiqet të shmangë sfidat që ka përpara, si kryeministri i Kosovës. Dhe sfida kryesore lidhet me marrëveshjen që ai ka nënshkruar në Bruksel në shkurt të vitit 2023 dhe të rikonfirmuar në Ohër në mars në 2023, lidhur me vetëqeverisjen e pakicës serbe. Pra që thot asociacioni, ta themi, i komunave serbe mund të jetë Zajednica. Po, Zajednica. Meqense është bërë kaq e përdorshme dhe e kuptueshme për njerëzit. Pra, ai e ka pranuar Zajednicën në formën e tij, madje kritikët e tjerë që janë në Kosovë, jo ne ndoshta, po të tjerë që kanë patur qasje më shumë tek dokumenti, thonë që ajo është një Zajednicë plus. Pra, ka kompetenca shumë më të mëdha se sa autonomia lokale, pra vetëqeverisja lokale. Dhe unë mendoj që meqense divorci politik mes Osmanit dhe Kurtit ka ndodhur, betejë mes tyre do të nxjerrë, jo, sigurisht që do të vazhdoj, sepse zonja Osmani është në kulmin e energjive të saj politike, të eksperiencës, të marrëdhënieve, dhe besoj që ajo do ta godas pikrisht në këto pikat e dobta që zoti Kurti ka, dhe ajo është një zë i besueshëm përderisa është një njeri që ka qenë krah për krah me zotin Kurti, dhe lufta mes tyre do të jetë një luftë shumë e vështirë, më e madhe se sa lufta midis Kurtit dhe opozitës.